Të gjithë pini çaj kamomili, por askush nuk e di se çfarë i ndodh zemrës, pagjumësisë dhe trurit tuaj. Kamomili është përdorur që në kohët e lashta për shëndetin. Romakët e përdorin për të trajtuar probleme të ndryshme dhe kontribonte në jetëgjatësi. Çaji i kamomilit ofron shumë përfitime për mbrojtjen e shëndetit. Sipas Health Site, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i çajit të kamomilit. Lehtëson dhimbjet. Disa studime zbuluan se vaji i kamomili lehtëson migrenën. Gjithashtu, nëse pini çaj kamomili, do të lehtësoni edhe këto komplikacione. Mbron shëndetin tuaj të lëkurës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Vaji i kamomilit mund të trajtojë ekzemat ose edhe efekte të ndryshme të tyre. Ndihmon edhe në rikuperimin më të shpejtë të lëkurës. Njollat e errta, vijat e holla, skuqet mund të përmirësohen duke përdorur vajin e kamomilit për shkak të vetive të tyre antiinflamatore. Ka veti të mira antiinflamatore. Apigenin, një antioksidant i kamomilit, ka veti bioaktive që ndihmojnë në zvogëlimin e formave të ndryshme të radikaleve të lira, të tilla si ato të prostatës dhe vezoreve. Ndihmon në shëndetin e dhëmbëve. Ndihmon në trajtimin e dhimbjeve të dhëmbëve, karakteristikat e tyre antibakteriale luftojnë bakteret orale dhe zvogëlojnë problemet të dhëmbëve. Përmirëson gjithashtu edhe shëndetin e zorëve. Problemet e tretjes të tilla si diarrea, të vjellat dhe të përzierat mund të trajtohen duke konsumuar edhe çaj kamomili. Mund të ndihmojë gjithashtu të vegjëlit që kanë dhimbje barku. Gjithashtu ndihmon në lehtësimin e kapsllëkut dhe problemeve me stomakun. Është i mirë kundër ankthit, gjithashtu edhe kundër problemeve me depresionin. Përdorimi i kamomilit ndihmon në trajtimin e problemeve të depresionit dhe të ankthit. Kjo është një arsye pse kamomili është përbërës kryesor në qirin aromatik ose edhe në produktet e banjos, duke sjellë kështu rezultate fantastike për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Çaji i kamomilit është pjesë e komenteve ideale për qetësimin e shpirtit dhe të fizikut. Gjithashtu, ai mund të ofrojë përfitime të mira në mbrojtjen e organizmit. Ndryshe nga çaji i zi ose çaji i yeshil, kamomili vjen nga një lule e bukur e cila ka efekte qetësuese dhe nxit gjithashtu edhe cilësinë e gjumit. Lulja përmban flavonoide që janë pjesërisht përgjegjëse edhe për nxitjen e cilësisë së gjumit. Çaji bimor me aromë të frutave të ngjashme me mollët është i shijshëm dhe ka vlera të larta terapeutike. Lulet e thata të kamomilit luftojnë gjithashtu edhe problemet e inflamacionit dhe sjellin rezultate konkrete pozitive në mbrojtjen e organizmit tuaj. Në këtë video do të zbuloni edhe arsyet pse çaji i kamomilit mund të përmirësojë edhe shëndetin tuaj. Është i mirë kundër dhimbjeve të stomakut. Çaji i kamomilit është një recetë ideale kundër dhimbjeve të stomakut sepse përmban substanca të cilat luftojnë inflamacionet. Pini çaj në mëngjes dhe në mbrëmje duke lehtësuar edhe komplikacionet. Çaji i kamomilit gjithashtu nxit gjumin. Pini një filxhan me çaj 30 minuta përpara se të shkoni në shtrat. Çaji ka efekte qetësuese dhe lehtëson shqetësimet që ju lënë pa gjumë. Është i mirë kundër migrenës. Sapo të ndjeni trokitjen e migrenës, pini një gotë me çaj kamomili. Është e rëndësishme të pini çaj kamomili kur dhimbja sapo ka nisur dhe jo kur ajo është në kulmin e vet. Zorët tuaja gjithashtu do të përfitojnë nga përdorimi i këtij çaji. Çaji i ngrohtë i kamomilit rekomandohet kundër dhimbjeve dhe simptomave të zorrës së irrituar. Ai funksionon edhe kundër gazrave dhe fryrjes. Është i mirë për një imunitet të fortë. Nëse prekeni rregullisht nga gripi ose e ftohura, atëherë pini 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili në ditë. Ky çaj shkatërron ndjeshëm bakteret e këqija në organizëm. Është i mirë kundër të djegurave. Qytetrimet e lashta e përdorin kamomilin për të lehtësuar problemet e djegjes së lëkurës. Përdoreni çaj në kompresa dhe vendosni atë në zonën e lënduar të lëkurës. Kundër rrafëve të zinj. Përdorni çajin kundër rrafëve të zinj. Çaji largon inflamacionin në lëkurë, e freskon dhe jep asaj më shumë gjallëri. Përdorni bustina organike ose kompresa për të qetësuar syt. Ofron edhe një zbardhje më të lehtë të lëkurës. Kamomili e ushqen dhe zbardh lëkurën. Zjeni 2 bustina organike në një çajnik dhe qëndroni sipër avullit duke lëshuar kështu
edhe elementët ushqyes për lëkurën. Është i mirë kundër shqetësimeve të akneve. Kamomili është plot e përplot me antioksidantë të cilët luftojnë radikalet e lira. Rrjedhimisht ai rekomandohet kundër akneve, për hapjen e poreve dhe largimin e bakterieve. Është i mirë kundër enjtjeve. Pini disa filxhan çaji për të qetësuar muskujt dhe bëni kompresa me çaj për të qetësuar dhe zbutur enjtjen e gjymtyrëve. Është i mirë edhe kundër sheqerit të lartë. Kërkime shkencore konfirmojnë se pirja 1 ose 2 filxhan me çaj kamomili në ditë është një mënyrë efikase për nivelet e sheqerit, për përmirësimin e shëndetit të syve dhe funksionin të veshkave. Mban larg irritimet e lëkurës. Të djegurat nga dielli, njollat, ekzema dhe bickimet e insekteve mund të zbuten dhe të lehtësohen me çajin e kamomilit. Është i mirë kundër kontraktimeve muskulare. Çaji i kamomilit qetëson muskujt sepse përmban glicin. Kjo substancë qetëson nervat dhe është e dobishme kundër ankthit dhe kundër stresit. Me çajin e kamomilit mund të bëni banjo, ta përdorni për gargar, kundër inflamacioneve të gojës, të fytit, ose mund ta përdorni edhe si avull. Rezultatet që do t'i japin shëndetin tuaj do ta kthejnë atë në një nga çajrat më të veçantë mbrojtës për shëndetin tuaj. Çaji i kamomilit është të përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë, por ulëntimet tregojnë se kjo bimë është e dobishme dhe ndihmon në zbutjen e ankthit dhe është e mirë gjithashtu edhe në ruajtjen e shëndetit të kockave. Kur pini një filxhan çaj kamomili pas darke, mund të ndjeheni më të relaksuar dhe gati për të fjetur, por nuk është vetëm lëngu i ngrohtë aromatik që ju qetëson. Kamomili ka veti që ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe të humorit, mbështet shëndetin e kockave dhe lehtëson dhimbjet. Ai ndihmon gjithashtu edhe në problemet e pagjumësisë. Çaji i kamomilit është të përdorur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenina, të cilat janë flavonoide. Flavonoidet janë kimikate që i japin bimëve ngjyrën me bollëk të antioksidantëve dhe ndihmojnë trupin në luftën kundër toksinave. Çaji i kamomilit ndihmon gjithashtu në ruajtjen e shëndetit të kockave. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidet në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen dhe të rriten. Gjithashtu, kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirur ndaj osteoporozës në menopauzë, në reduktimin e estrogjenit dhe humbjes kockore. Lehtëson dhimbjet menstruale. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre, dhe çaji i kamomilit mund të jetë një nga zgjidhjet për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese mund të lehtësojnë dhimbjen. Megjithatë, kamomili është më i mirë sepse si në energjikull e barishtet e tjera kanë efekte antispazmatike. Struktura kimike e kamomilit përmban aminoacide që lehtësojnë relaksimin tuaj. Ndihmojnë gjithashtu edhe kundër problemeve të ankthit. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar gjumin, duke relaksuar muskujt, duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje më të mirë relaksi. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthit si pagjumësia dhe nervozizmi, dhe vlerat që do të ofrojë janë të mira për organizmin tuaj. Çaji i kamomilit dhe vajrat që ai ka e bëjnë atë të mirë edhe për vetit e tij qetësuese. Megjithatë, efekti i kamomilit si një ndihmës për gjumin mund të jetë edhe një alternativë për të lehtësuar edhe problemet që shkakton pagjumësia. Çaji i kamomilit mund të jetë një produkt shumë i mirë ushqyes. Madje, për shkak të elementeve ushqyes, ai mund të cilësohet si nga çajrat më të mirë për të ushtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Çaji i kamomilit zakonisht përdoret për çrregullimet e tretjes, irritimet të syve, ose për qëllim që të ofrojë edhe një relaksim më të mirë kur jeni të stresuar. Megjithatë, këto nuk janë efektet e vetme pozitive të kësaj bime shëruese. Kamomili përmban antioksidantë që forcojnë imunitetin dhe lehtësojnë proceset inflamatore dhe dhimbjet në organizëm. Gjithashtu, çaji i kamomilit jo vetëm që qetëson, por edhe ndihmon me pagjumësinë, por edhe me aromat e vajrave esencial që ai ofron, është i mirë kundër ankthit dhe përmirëson edhe gjendjen tuaj shpirtërore. Konsumi 1 deri në 3 filxhan në ditë është më se i mirë edhe për të shoqëruar me një lugë mjaltë sa herë që e konsumoni. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.